Mbani këtë bimë në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 sëmundje. Majdanozi është një erëz e pasur me shumë lëndë ushqyese, por kur konsumohet si lëng, rritet përthithja e mineraleve dhe vitaminave të tij. Nëse do të pini një gotë nga lëngu i tij, atëherë do të merrni shumë përfitime. Por edhe nëse e konsumoni atë në vazhdimsi, të mirat që do të marrë organizmi do të bëjë ndryshimin për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni në dietën tuaj nga shtimi i majdanozit në mënyrë të rregullt në recetat tuaja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Majdanozi është i mirë në forcën që do t'i ofrojë kockave tuaja. Problemet e eshtrave si reumatizma, spolindriatroza dhe artriti tashmë janë një problem për familjarët dhe gjithashtu edhe për shumicën prej jush. Ajo që nuk e dini është se mungesa e vitaminës K, vitaminës C dhe kompleksi vitaminës B mund të rrisë rrezikun për fraktura dhe thyerje të kockave. Konsumi majdanozi siguron nivele të mjaftueshme të vitaminës K, të cilat forcojnë kockat dhe ndihmojnë në absorbimin e kalciumit, shumë i rëndësishëm kundër frakturave dhe fuqizimin e nyjeve. Majdanozi është i mirë në uljen e niveleve të larta të sheqerit në trup. Majdanozi është i pasur me flavonoide, kundërmë kryesoret, përmendim edhe miricetinën. Kjo e fundi ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, i cili është përgjegjësi kryesor për shfaqjen e diabetit dhe gjithashtu edhe sëmundjeve në zemër. Vetit antiinflamatore të majdanozit përmirësojnë shëndetin tuaj kardiovaskular dhe pengojnë gjithashtu edhe inflamacionet që shkaktojnë komplikacione në arterje. Majdanozi është një bimë efektive edhe për shëndetin dhe detoksifikimin e veshkave. Veshkat janë një organ çift shumë i rëndësishëm për stimulimin e sekretimit të hormoneve të caktuara, të cilat rregullojnë tensionin e gjakut dhe fillojnë të filtrojnë të gjitha toksinat të cilat hyjnë në organizëm. Por nëse nuk përkujdeseni si duhet për to, atëherë mund të dëmtoni shëndetin e veshkave. Për më tepër, ekspertët tregojnë se veprimet e përditshme që dëmtojnë rënd veshkat është edhe konsumi i përditshëm i kripës. Prandaj, përdorimi i rregullt i majdanozit mund të mbrojë shëndetin e veshkave tuaja dhe të luftojë gjithashtu edhe infeksionet urinare. Shtoni çajin e majdanozit në dietën tuaj si një zgjidhje efektive kundër këtyre inflamacioneve. Majdanozi është një bimë shumë e mirë në luftën kundër anemisë dhe lodhjeve ekstreme. Majdanozi është ndër erëzat më të çmuara, sidomos edhe për sa i përket vlerave ushqyese që ai i përmban. Është i pasur me vitaminën A, të gjitha vitaminat e grupit B, të tilla si vitamina B1, B2, B3, B5, B6, gjithashtu edhe B9. Vitamina K, acidi folik dhe gjithashtu ai përmban potas, kalcium, zink, hekur dhe magnez. Element këto mjaft të vlefshëm për shëndetin tuaj të nyjeve dhe në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Në qoftë se jeni anemik, ndjeni vazhdimisht të lodhur dhe të pafuqishëm, nguroni të përtypni disa herë gjatë ditës fije majdanozi. Mund të konsumohen gjithashtu edhe në formën e çajit dhe të përdoren edhe në gatime ose në lëngje të shtrydhura. Majdanozi ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, çka do të nxjisë një organizëm më të fortë dhe gjithashtu një shëndet më të mirë. Besojmë se arsyeja e pestë është më e pëlqyera nga të gjitha femrat, të cilat janë në kërkim të çdo zgjidhje të mundshme për të rrëzuar kilograme të tepërt, të fituar gjithashtu edhe nga shkujdesja ndaj ushqimeve. I pasur me fibra të tretshme dhe me ujë, vlerat ushqyese, mineralet dhe vitaminat, majdanozi është erëza e dur që duhet të shtohet në dietën tuaj për të rrizuar kilogramët të tepër dhe për të shkrirë dhjami në zona të caktuara, siç është për shembull edhe pjesa e barkut. Risjellim në vëmendje se përdorimi i tij në mënyrë të rregullt mund të jetë një stimulues, por gjithçka ka të bëjë edhe me aktivitetet tuaja të rregullta fizike, për të evituar kështu edhe komplikacione të cilat mund të ngacmojnë shëndetin tuaj. Majdanozi dhe lëngu i tij janë një zgjidhje fantastike edhe kundër erës së keqe të gojës. Nëse vuani nga halitoza ose era e keqe e gojës,
majdanozi mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Ai është i pasur me klorofil i cili ndihmon në neutralizimin e bakterieve duke e bërë frymën tuaj më të freskët dhe duke mbajtur larg komplikacionet e saj. Majdanozi është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Majdanozi do të përmbajë edhe nivelet e larta të vitaminës K, një lëndë ushqyese thelbësore që parandalon gjithashtu frakturat dhe ruan densitetin e kockave. Majdanozi do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Vaji esencial i majdanozit dhe majdanozi përdoren për trajtimin e çrregullimeve dhe simptomave të ndryshme gastrointestinale, duke përfshirë këtu konstipacionin, fryrjen e barkut dhe ndjesitë të vjellave. Shëndeti juaj kardiovaskular do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e majdanozit në dietën tuaj. Lëngu i majdanozit mbron shëndetin tuaj të zemrës, citon Step to Health. Kjo për shkak të sasive të larta të vitaminës C, të vitaminës E, beta-karotenit, gjithashtu edhe antioksidantëve të ndryshëm të cilët mbrojnë trupin kundër radikaleve të lira, duke ulur kështu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Gjithashtu, lëngu i majdanozit është një nga burimet më të mira të folateve, një element kimik që kundërvepron për hapjen dhe efektet e molekulave të homocistinës, të cilat mund të shkaktojnë edhe dëme më të konsiderueshme në enën e gjakut. Njerëzit të cilët e konsumojnë majdanozin ose lëngun e tij, atëherë janë më pak të prirur ndaj problemeve që lidhen me shëndetin e zemrës. Majdanozi është një zgjidhje shumë efektive edhe kundër problemeve të shëndetit të veshkave. Majdanozi mund të përdoret gjithashtu për të lehtësuar inflamacionet e fshikëzës dhe gurët të vegjël në veshka. Receta e tij mund të jetë një zgjidhje fantastike duke u kombinuar në këtë mënyrë. Për këtë do ju duhen 2 lugë gjedhe mjalt, 1 lugë çaji me rrënjë xhenxhefili të freskët, 1 mollë lëngu i 1 limoni, gjithashtu 1 tufë majdanoz dhe 1/4 e filxhanit me ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në mënyrë të thjeshtë. Kombinoni mollën, majdanozin, lëngun e limonit, xhenxhefilin dhe mjaltin në një blender me 1/4 e gotës së ujit. Shtrydhini derisa të formohet një masë homogjene dhe konsumoni atë. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj, gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit. Në gjendje të egër, majdanozi është i përhapur në të gjithë Europën jugore, që nga Spanja deri në Kadishullin ballkanik, si dhe në vendin tonë mund ta gjejmë atë në shkëmbinj, të cilët janë gjithashtu edhe në hije. Majdanozi në vendin tonë kultivohet kudo, por në sipërfaqe të kufizuar. Në vendin tonë majdanozi përdoret kryesisht edhe si erëzë, aty përdoren të gjitha gjethet, fruti, rrënja, gjithashtu dhe farat. Kohët e fundit, ai ka filluar të përdoret edhe si një mjet për lehtësimin e disa komplikacioneve. Majdanozi ka në përmbajtje të lartë edhe element të shumëllojshëm, përmban proteina, karbohidrate, yndyrna dhe minerale, vitamina. Gjithashtu, gjethet e tij mund të ofrojnë edhe një mbrojtje kundër glukozës edhe në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Përfshirja e majdanozit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer kundër këtyre komplikacioneve. Nga studimet rezulton se majdanozi përmban sasira më të mëdha të proteinave në krahasim me kulturat e tjera të familjes ku bën pjesë selinoja, kopra, karrota e të tjera. Proteinat e majdanozit janë të tërheqme në ujë dhe të asimiluara nga organizmi i njeriut. Në përbërje të proteinës janë përcaktuar këto aminoacide: glutamina, arginina, prolina, iliaza, serina, gjithashtu dhe elementë të tjerë. Disa prej tyre janë aminoacide të pazvendësueshme për organizmin e njeriut. Majdanozi është i pasur me vlera të tjera përfshirë edhe mbrojtjen e organizmit. Gjethet e tij të freskëta përmbajnë vitamina dhe provitamina, ndaj edhe përdorimi i tij në forma të ndryshme do të jetë një element i çmuar për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Përdorimi i kësaj erëze brenda mundësive do të jetë një nxitje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.